Ora ishte pak pas 7 të mbrëmjes kur Sofie Bennett zbriti nga autobusi dhe pa për herë të parë shtëpinë ku do të punonte. Ajo qëndroi për disa sekonda në trotuar, përpara saj ngrihej një rezidencë e madhe prej guri, e rrethuar me pemë të larta dhe një garë të zi prej hekuri. Dritat e shtëpisë ndriçonin kopshtin, ndërsa 2 makina luksoze qëndronin pranë hyrjes. Sofie kontrolloi edhe një herë adresën në telefon. Ishte vendi i duhur, Caldell Estate. Pronari ishte Ethan Caldell, një biznesmen i famshëm që kishte ndërtuar një pasuri prej $100 milion. Por Sofie nuk ishte ardhur për të takuar milionerin. Ajo kishte ardhur për djalin e tij, Liam Caldell, 7 vjeç, një fëmijë për të cilin ajo nuk dinte pothuajse asgjë, përveç një gjëje. Sipas njoftimit të punës, Liam refuzonte të hante, por ajo që Sofie nuk dinte ishte se përpara saj kishin dështuar 8 kujdestare, 3 psikolog, 2 nutricionist dhe një ekip mjekësh që familja Caldell kishte paguar me shumë amaramendse. Asnjëri nuk kishte arritur ta binte Liamin të hante normalisht. Sofie mori frymthell dhe shtypi zilen. Pas disa sekondash, dera u hap. Një grua me flok gri dhe fytyrë të shqetësuar e pa nga kokat e këmbët. Ti je Sofie Bennett? Po. Unë jam Helen Parker. Helen u largua pak nga dera. Hyr. Sofie hyri, por sa po kaloi pragun, dëgjoi një zhurmë nga kati i sipërm. Një pjatë që thyhej. Pastaj një zë fëmije. Largohu. Helen mbylli syt. Sofie e pa. Çfarë ndodhi? Helen heshti për disa sekonda. Pastaj tha. Darka. Liam nuk po ha. Helen e pa drejt në sy. Liam nuk ka ngrënë asgjë që nga mëngjesi. Sofie mendoi se nuk ishte ndonjë gjë pazakont për një fëmijë. Por Helen vazhdoi. Dhe nëse do të qëndrosh këtu, duhet të dish diçka. Çfarë? Mos e detyro kurrë. Sofie ngriti vetullat. Pse? Helen hodhi një vështrim nga shkallët. Sepse herën e fundit që dikush u përpoq ta detyronte. Liam nuk foli me askënd për 3 ditë. Dhe nëna e tij. Në momentin që Sofie e tha këtë, fytyra e tha ndryshoi. Për disa sekonda ai nuk foli. Helen uli syt. Sofie kuptoi menjëherë se kishte prekur një temë që nuk duhej ta kishte hapur aq shpejt. Na fal, tha ajo. Nuk doja të. Ka vdekur, e ndërpreu e than. Zëri i tij ishte i ftohtë. Para 2 vitesh. Sofie nuk tha asgjë. Pak para se të fillonin problemet me ushqimin. Ai u kthye dhe pa nga shkallët. Liam ishte shumë i lidhur me të. Sofie e vështroi. Si quhej? Tlaire. Ethan e tha emrin aq qetë, sa dukej sikur kishte frikë se edhe shqiptimi i tij mund ta kthente dhimbjen që përpiqej ta mbante të mbyllur. Tlaire ishte ajo që e ushqente gjithmonë. Çfarë do të thuash? Çdo mëngjes, çdo darkë, edhe kur unë isha jashtë qytetit. Ajo ulej pranë tij dhe hanim bashk. Sofie mendoi për Liamin lart. Dhe pas vdekjes së saj, ai pushoi së ngrëni. Kësaj here ishte Helen ajo që foli. Jo me njëherë, shtoi ajo. Në fillim hante më pak, pastaj filloi të refuzonte disa ushqime. Pastaj pothuajse gjithçka. Sofie ngriti syt nga e than. Po pse nuk ma thatë këtë para se të vija? Sepse të gjithë që kanë ardhur këtu kanë menduar se e dinin zgjidhjen, tha e than. Nuk doja të mbushja kokën me histori. Por kjo nuk është thjesht një histori. E di. Liam nuk po refuzon ushqimin. E than e pa. Çfarë po bën atëherë? Sofie u kthye nga shkallët. Ai po refuzon një botë që për të ndryshoj kur humbi nënën. Heshtje. E than nuk e kundërshtoi. Por as nuk e pranoi. Ti je këtu për të punuar, tha ai. Jo për të më analizuar mua apo djalin tim. Sofie nuk u tërhoq. Dhe ju më punësuat për ta ushqyer. Po, unë nuk mund ta premtoj këtë. E than ngriti vetullat. Çfarë? Nuk mund të premtoj se do ta bëj të haj. Kjo ishte ndoshta fjalia e parë që dikush i kishte thënë Ethan Caldell, i të pau përpjekur ta impresiononte. Por mund të premtoj diçka tjetër, vazhdoi Sofie. Çfarë? Do të përpiqem të kuptoj pse nuk ha. Ethan e vështroi gjatë. Pastaj tha, ke një javë. Sofie u befasua. Vetëm një javë. Jo. Ai u kthye drejt zyrës. Ke aq kohë sa të duhet. Pastaj ndaloi. Por nëse brenda një muaji nuk ka ndryshim, do të duhet të gjejmë një tjetër mënyrë. Sofie pohoi me kokë.
Dakord. E than u largua. Helen priti derisa ai të zhdukej në korridor. Pastaj I përshpëriti. Mos u mërzit me të. Nuk jam e mërzitur. Është I friksuar. Sofie pa nga shkallët. Edhe Liami. Helen buzëqeshi lehtë. Prandaj ndoshta të kanë sjell ty këtu. Sofie ngjiti shkallët. Dhoma e Liamit ishte në fund të korridorit. Dera ishte gjysmë e hapur. Ajo trokiti lehtë. Asnjë përgjigje. Liam. Heshtje. Sofie nuk hyri. Ul në dysheme jashtë derës. Unë jam Sofie. Asgjë. Dhe nuk do të detyroj të hash. Për disa sekonda nuk ndodhi asgjë. Pastaj një zë I vogël erdhi nga brenda. Gënjen. Sofie buzëqeshi. Mirë. Atëherë mos më beso. Heshtje. Sa vjeç je? 7. Unë jam 26. Nuk më intereson. E kuptoj. Pse je këtu? Sofie mendoi pak. Sepse më duhet një punë. Ti do paratë e babait tim. Kjo e bëri Sofien të qeshte. Sigurisht që dua të paguhem. Nuk do të punoja falas. Liam nuk foli. Por nuk jam këtu për paratë e babait tënd. Pse? Sofie pa duart e saj. Sepse më pëlqen të ndihmoj fëmijët. Unë nuk kam nevojë për ndihmë. Mirë. Mirë. Po. Do të ikësh. Jo. Pse? Sepse nuk më ke thënë të iki. Për herë të parë dera u hap pak. Vetëm disa centimetra. Sofie pa një sy të vogël që e vështronte nga brenda. Liam. Ai kishte flok kafe të çrregull dhe fytyrë të zbet. Sofie nuk tha asgjë. Liam e pa për disa sekonda. Pastaj mbylli derën. Sofie mbeti aty. Nuk trokiti përsëri. Nuk I kërkoi të dilte. Nuk I tha se duhej të hante. Pas rreth 5 minutash dera u hap përsëri. Këtë herë Liam doli. Në dorë mbante një makinë lodër të kuqe. Ul në dysheme disa metra larg saj. Sofie pa makinën. E bukur. Është babait. Babai yt ka pasur një makinë lodër. Jo. Pse the që është babait? Sepse ma dha ai. Ah. Liam e vendosi makinën në dysheme dhe e shtyu. Ajo kaloi pranë këmbëve të Sofiet. Sofie e kapi. Shpejt. Është Ferrari. E di. Si e di? Kam parë disa. Babai im ka një të tillë. Sigurisht që ka. Liam e pa me dyshim. Ti nuk impresionohesh. Duhet të impresionohem. Liam ngriti supet. Zakonisht njerëzit impresionohen. Unë jam më shumë e impresionuar nga makinat e lodrave. Për herë të parë Liam buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje shumë e vogël. Por Sofie e pa. Dhe nuk tha asgjë. Në fund të korridorit Helen po I shikonte. Ajo kishte parë shumë njerëz të përpiqeshin të fitonin besimin e Liamit. Por askush nuk kishte arritur të merrte një buzëqeshje prej tij në ditën e parë. Mbrëmjen e asaj dite, Sofie nuk e përmendi ushimin as edhe një herë. Kur erdhi ora e darkës, Liam u ul në tavolinë. Pjata u vendos përpara tij. Ai e pa. Sofie nuk I tha të hante. Nuk I tha vetëm një kafshat. Nuk I tha për babin. Ajo thjesht ul përballë tij me pjatën e saj. Liam e vështroi. Ti do hash? Po. Çfarë ke? Sup. E ke bërë ti? Jo. Është e mirë. Do ta zbuloj. Liam mori lugën. Sofie vazhdoi të hante. 1 minutë kaloi. Pastaj 2. Liam preku supën me lugë. Por nuk e hëngri. Sofie nuk reagoi. Ai e pa. Pastaj pa pjatën. Mori një lugë të vogël. E afroi te goja. Dhe e hëngri. Sofie vazhdoi të hante sikur asgjë veçantë të mos kishte ndodhur. Liam mori një lugë tjetër. Pastaj një tjetër. Nga dera, Helen mbuloi gojën me dorë. Nuk mund ta besonte. Pas pothuajse 2 vitesh, Liam kishte ngrënë vetë. Pa britma. Pa lutje. Pa presion. Pa mjek. Pa shpërblime. Vetëm sepse një grua e panjohur ishte ulur përballë tij dhe nuk I kishte kërkuar asgjë. Por Sofie e dinte se kjo nuk ishte fitoria. Ishte vetëm fillimi. Sepse atë natë pasi Liam shkoi të flinte, Ethan e priti në korridor. Sa hëngri? Sofie e pa. Pak. Sa? Rreth 6 lugë. Ethan u shtang. 6. Po. Pse nuk më the? Sepse po të ishe futur në dhomë dhe ti kishe thënë se ishe krenar për të. Ndoshta nuk do të hante më.
e than beti pa fjalë. Sofie vazhdoi. Mos e bëj ushqimin një ngjarje të madhe. Por ai hëngri. Po, për herë të parë. E di, e than uli kokën. Sytë ju mbushën me lot. Ai u përpoq t'i fshihte. Sofie bëri sikur nuk e vuri re. Zoti Caldell. Po, kam një pyetje. Çfarë ndodhi natën kur vdiq Claire? E than u ngurtësua. Pse po pyet? Sepse Liam nuk e ka harruar atë natë. Askush nuk e ka harruar. Jo, tha Sofie, por ai ndoshta nuk e ka kuptuar. E than nuk foli, dhe nëse duam ta ndihmojmë, duhet të dim çfarë pa. E than u kthye nga dritarja. Jashtë vazhdonte shiu. Claire vdiq në një aksident. Çfarë aksidenti? Makina. Liam ishte me të. Jo. Sofie e pa me kujdes. Je i sigurt? E than nuk u përgjigj me njëherë. Kjo vonesë ishte e mjaftueshme. Sofie kuptoi se kishte diçka që ai nuk po e tregonte. Çfarë nuk po më thua? E than mbylli syt. Liam ishte në makinë. Sofie nuk foli, por nuk ishte me të kur ndodhi aksidenti, vazhdoi e than. Ai ishte në sediljen e pasme. Ishte i lidhur me rrip. Claire humbi kontrollin e makinës. Dhe Liam shpëtoi, por pa nënën e tij të vdiste. E than pohoj. Po. Sofie ndjeu një dhimbje në gjoks. Tani gjithçka fillonte të kishte kuptim. Ndoshta Liam nuk po refuzonte ushqimin. Ndoshta ai po refuzonte kujtimin e fundit që kishte me nënën e tij. Sepse në ditën kur kishte ndodhur aksidenti, Claire i kishte dhënë atij një sanduiç. Sofie nuk e dinte ende këtë, por shumë shpejt do ta zbulonte. Dhe ajo gjë e vogël, një sanduiç i thjesht i bërë nga një nën për djalin e saj, do të bëhej qelësi që do të ndryshonte gjithçka. Të nesërmen në mëngjes, Sofie u zgjua herët. Kur zbriti në kuzhinë, pa një grua duke përgatitur mëngjesin. Rose. Po. Çfarë po bën? Vezë, tost, fruta. Për Liamin. Po. Sofie pa pjatën. Mos ja çoni. Rose u kthye. Pse? Do ta bëjmë ndryshe. Zoti Caldell ka urdhëruar që unë do të flas me të. Rose u shqetësua. Zonjusha Bennet, këtu nuk ndryshojmë gjëra pa lejen e zotit Caldell. Sofie buzëqeshi. Atëherë sot do të mësojmë nëse ai është vërtet milioner. Rose nuk e kuptoi. Çfarë do të thuash? Sepse një njeri që ka kaq shumë para duhet të jetë në gjendje të blejë një tost. Rose qeshi për herë të parë pas shumë kohësh. Sofie mori një fet bukë, e vendosi në tigan. Shtoi pak gjalp, pastaj e la të piqej ngadalë. Nuk përdori pjata të shtrenjta. Nuk përdori forma. Nuk përdori ushqim të komplikuar. Vetëm bukë. Kur Liam zbriti, ai e pa tavolinën. Sofie ishte ulur aty. Në dorë mbante një libër. Liam u afrua. Çfarë është? Një libër. E shoh. Pse pyete? Liam buzëqeshi. Sepse je e çuditshme. E di. Në tavolinë kishte vetëm një copë tost. Liam e pa. Ku është mëngjesi? Ky është mëngjesi. Vetëm kjo. Po. Për mua. Jo. Liam u hutua. Për kë? Për mua. Sofie mori tostin dhe kafshoi. Liam e pa. Është i mirë. Shumë. Ma jep. Sofie ja dha. Liam mori një kafshat. Pastaj ndaloi. Sytë ju mbushën me lot. Sofie e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Çfarë ndodhi? Liam e lëshoi bukën. E bënte mami. Sofie nuk lëvizi. Çfarë? Këtë. Ai tregoi tostin. Ma bënte kështu. Sofie e pa. Claire. Liam pohoi. Çdo mëngjes. Dhe çfarë të thoshte? Liam filloi të qante. Më thoshte se do të bëhesha i fort. Sofie u ul pranë tij. Nuk e përqafoi menjëherë. Vetëm qëndroi aty. Liam, unë nuk dua të bëhem i fort. Pse? Sepse nëse bëhem i fort, ai nuk mundi ta përfundonte fjalinë. Sofie e kuptoi. Në mendjen e një fëmije 7 vjeçar, të bëheshe i fort ishte bërë lidhur me humbjen e nënës. Ai nuk donte të ishte i fort. Ai donte të ishte përsëri fëmijë. Dhe ndoshta për herë të parë dikush e kishte kuptuar këtë. Sofie e mori dorën e tij. Liam, nuk e pse të bëhesh i fort sot. Fëmia e pa. As nesër. Po kur? Kur të jesh gati.
Liam heshti. Pastaj mori përsëri tostin. Dhe hëngri. Këtë herë pa qarë. Nga korridori e than po e shikonte. Ai kishte dëgjuar gjithçka. Dhe për herë të parë pas 2 vitesh kuptoi diçka të tmerrshme. Ai kishte kaluar gjithë këtë kohë duke u përpjekur ta bënte Liamin të harronte Claire. Sofie po bënte të kundërtën. Ajo po e ndihmonte Liamin ta kujtonte nënën e tij pa pasur frikë. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i ndryshimit. Sepse ditët që pasuan do të zbulonin se problemi i Liamit nuk kishte qenë vetëm vdekja e Claire. Kishte edhe një sekret tjetër. Një sekret që e thane kishte mbajtur të fshehur nga i biri. Dhe kur Sofie ta zbulonte, do të kuptonte pse një fëmijë 7 vjeçar kishte mbajtur mbi supe një faj që nuk i përkiste kurrë. Një faj që mund ta kishte shkatëruar gjithë jetën e tij. Por ndoshta nëse Sofia arrinte të ndryshonte një gjë të vetme, Liam do të mund të fillonte përsëri të jetonte.